Të dashur besimtar, siç jemi që të gjithë në dieni se afërmi edhe pak ditë e pak net na vjen një mik madhështor, na vjen një muaj i begat, muaji i Ramazanit. Ky muaj kaq i rëndësishëm dhe kaq i vlefshëm dhe ky sezon kaq i volitshëm për ne si besimtar nuk duhet kaloj let. Që mos kaloj tillë, ne duhet para përgatitemi. Para përgatitemi në mënyrën më të mirë që ky Ramazan na gjej ashtu siç kënaqet Zoti ynë Allahu Azza wa Jall. Dhe ashtu siç ne përfitojmë më së shumti prej tij. Prandaj do ndalem me lejen e Allahut Azza wa Jall në këtë hutbë në disa porosi që duhet i kemi ne si musliman, si besimtar në afrim të këtij muaji të begat të Ramazanit. Dhe këtë lloj tradite ose këtë lloj porosie pak a shumë ne kemi ndjekim nga profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili i thonte shokëve të tij kur afronte Ramazani këto fjalë: "Atakum Ramadan shahrun mubarak." Po ju vjen Ramazani, është muaj i begat. Faradallahu fihi aleikum siyamahu. Në ta Allahu ju ka bërë obligim, detyrë, farz agjërimin e atij muaji. Tuftahu fihi abwabu as-sama wa tughlaqu fihi abwabu al-jahim wa tughallu fihi maradat ash-shayatin. Lillahi fihi lejlatun khairun min alfi shahr, man hurima khairaha faqad hurim. Në të hapen dyert e qiellit, hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhehenimit, në të prangosen shejtanët e këqij dhe Allahu në të ka një natë e cila është më e mirë se 1000 muaj. Ai person i cili privohet nga mirësia e kësaj nate, vërtet ai është i privuar. Pra profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një farë mënyrë i porosit shokët e tij, besimtarët muslimanët që para se të hyjë ky muaj Ramazanit. Porosia e parë që duhet porosis veten time dhe ju besimtar është tabyitu niyati s-saliha ala an takuna fi Ramadan ala halin yardahu Allahu Azza wa Jall. Të bësh nijet ose të kesh qëllim në zemrën tënde, në qenien tënde, të vesh synime, qëllime të mëdha që në këtë muaj të jesh në një gjendje shpirtërore, pra, dhe veprat e tua me gjendjen tënde si qenie sa më mirë të jetë e mundur, që Allahu Azza wa Jall të kënaqet me ne. S'ka dyshim besimtar se niyeti, qëllimi i mirë në zemër është nga çështjet më të rëndësishme. Gjithë veprat, gjithë punët varen nga qëllimi që ne kemi në zemër. Madje qëllimi i mirë është shumë më tej, shkon shumë më lart dhe është më i vlefshëm se vetë vlera e punës. Ka njerëz që mund bëjnë punë të mëdha shumë, vepra bamirësie të mëdha shumë, kur ti e sheh atë, mirë po për shkak të qëllimit në zemër, basa ajo nuk e ka peshën e duhur tek Allahu. Ose një vepër e vogël që duket e pa vlefshme te sytë e njerëzve. Për shkak se qëllimi i robit, i njeriu të cilët e bën këtë vepër, është shumë i pasur, shumë i lartë, vlerësohet shumë tek Zoti ynë. Prandaj ne gjejmë fen ton se si një person hyn në xhenet pse hoqi një ferr nga rruga, se si një person që ishte edhe njëri ishte lavire, një grua e pandershme, pse i dha ujë qenit, hyn në xhenet. Se si shumë vepra të vogla që duken pa përfillshme, pse kur njeriu e bën një gjë me qëllim të pastër, Allah e vlerëson shumë. Prandaj ne që tani në Ramazan
para se të hyjmë në Ramazan, të synojmë me zemrën tonë, në qenjen tonë, të sjellim ndërmend vazhdimisht që po të vijë Ramazani do bëj këtë, e atë, do bëj këtë të mirë, atë të mirë, nuk do të lej këtë, nuk do ta lej atë, shumë nga synimet e mëdha dhe punët e mëdha, ti ke synim të bësh. Pse? Edhe nëse nuk do t'i bësh ti realisht, inshallah duhet të shpresojmë që Allah do të dhurojë shpërblimin e asaj pune. Shikojeni vëllezër si thot profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Men hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamila. Kush matet ose ka synim si qëllim bëj një të mirë, por nuk arrin ta bëj, Allahu ja shkruan atij sikur ta kishte bërë një të mirë të plot. Pra ai synimin e kishte, mirë por nuk arriti. Dhe Allahu si shpërblim të qëllimit të mirë që ka në zemër ky, ja shpërblen sikur ta ketë vepruar atë vepër të mirë. Besimtar, nga jeta e profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kemi shembuj të shumë që na tregojnë vlerën e njëjtit, vlerën e qëllimit të mirë. Shikoni vëllezër, në betejën e Tebukut, kur profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i dërguari i Allahut, më i miri i njerëzve, doli të përballej me forcën më të madhe të kohës, të cilët pretendonin që zotronin gjithçka dhe deshën ta zhdukin Islamin dhe profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Forca romake që gjendej në lindjen e mesme kishin mbledh 600.000 ushtarë që shkatrojnë profetin Muhammed me gjithë muslimanët. Por ai ishte profeti i Allahut. Dhe doli bashkë me 30.000 muslimanë, profeti Muhammed, aq kishte mundësi që të mbledheshin. Por dolën duke kaluar në për shkretira, besimtar. 15 ditë rresh duke ecur në për shkretir. Po e di çfarë do të thotë ecësh shkretir ti në mes të verës. Ai sa thot një nga shokët e Muhamedit alayhi salatu wasallam, por pak po na hapi kapakun e kokës nga dhapa e tmerrshme, nga vështirësitë e mëdha. Ecën 15 ditë me deve, pra me kuajt, me çfarë kishin ata, apo në këmbë. Pastaj pritën romakët 20 ditë, nuk dolën nga frika, se e njihnin profetin e Allahut, se Allahu nuk e lën profetin e tij të humbë. Pastaj u kthyen përsëri dhe 15 ditë të tjera vështirësi. Ndërkohë që ishin pranë Medinës, pranë qytetit profetit ton Muhammed Medinës, pra aty ku ishte vend piknisja, profeti Muhammed shikos çfarë fjalësh i thot njerëzve. I thot në Medinë, inna bil Medinati aqwam ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. قالوا يا رسول الله وهم في المدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. Sot profeti Muhammed në Medinë ka disa njerëz, pra ka njerëz që ju nuk keni ecur ndonjë distancë, pra me këtë distancë larg që keni bërë ju, apo me luginat që keni kalu, do thot me punën e madhe që keni bërë ju dhe vështirësitë që keni kalu, kanë marrë pjesë në të njëjtin shpërblim siç e keni ju tek Allahu, do të kenë dhe disa njerëz në Medinë. Dhe me habi pyeten këto duke qenë ato profet Medinë, pra të marrin një lloj shpërblim tek Zoti me ne që jemi lot kaq shumë, dhe ato duke qenë Medinë. Po, tha profeti Muhammed, duke qenë Medinë, sepse ato kishin arsye, pra ishin njerëz të verbër, ishin njerëz të çal, ishin njerëz të sëmur, ishin njerëz fukarej, ishin njerëz që s'kishin asgjë. Ama kur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam këta i përzuri që i tha, shkoni se s'kam me çfarë t'ju marrun ju. Pra nuk ka mundësi që t'ju marr me vete ju në këtë betejë, se s'kam. Pra ku t'ju hip, me çfarë të ushqej rrugës. Ata thot Allahu në Kur'an, tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Ata u larguan dhe sytë e tyre rridhnin lot nga mërzia që nuk kishin mundësi që të shpenzonin. Pra, lotët e tyre dëshmuan që ata në zemrat e tyre kishin dëshirë të madhe që të bënin të vepra kaq të madhe, që të ishin me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Po pa mundësia. Pra, ky është njeti i sinqert, ky është qëllimi i vërtetë o vëllezër, që ti ta bësh një punë me vërtetësi. Gjithashtu, thot Imam Ahmed
një nga imamet të mëdhej të fesë i thot djalit të tij: "O birim, gjithmonë bëj një jetë të mirën, pra syno të mirën gjithmonë. Të kesh qëllim që të bësh mirë gjithmonë, sepse për aq kohë sa ti në veten tënde ke qëllimin që të bësh vepra të mira, je në mirësi. Bëj qëllim të mirë, nuk kushton gjë, nuk do harxhosh gjë. Zemra jote do jetë gjithmonë tek e mira, do jetë larg keqes, ku ka sukses më i lartë se ky." Shikoni vëllezër sa bukur na i paraqet vlerën e njetit të mirë apo të kundërtën, rrezikun e qëllimit keq. Ky hadith i profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili thot: "Innama ad-dunya li arba'ati nafar." Dynjaja është për 4 persona. Pra 4 lloj personash kanë në jetë, domthon 4 lloj drejtimesh, domthon me 4 lloj synimesh janë njerëzit dhe pozitash janë në këtë botë, edhe s'ka të pestë. Një person që Allahu i ka dhënë pasuri dhe dituri, pra dituri fetare. Dhe ai në këtë pasuri që i ka dhënë Allahu, në saj të dijes që ka, i friksohet Zotit të tij, i mban lidhjet e farafisit, pra i jep të afërmve të tij nga pasuria që i ka dhënë Allahu, se kjo është me mbajt lidhje me të afërmit. Jo thjesht me i marr në telefon, siç mund bëjnë njerëzit, apo i shkova herë në vizitë ke shtëpia. Kur është në vështirësi, ti jep ka dhënë Allahu pasuni, ti japësh. Jo ti japësh me qëllim që ta kthej, jo, po ti japësh se Allahu do ta shpërblej. Edhe kjo është lidhje tamam farefisnore. Pra, i mban lidhjet farefisnore, edhe ja di hakun Allahut e pasuria. Hakun e zekatit. Allahu na e ka dhënë pasurinë. 1/40 e saj duhet t'ia japim, është haku i Allahut që duhet ta japim nevojtarëve, të varfërve, atyre që i ka caktuar Allahu në Kur'an. Ky person pra e bën këtë dhe thot ky është në nivelin më të lartë. Në këtë jetë, ky është njeriu më i lartë. Si nga rehatia e dynjas që ka dhe pasuri dhe dituri, po si nga mirësia, nga vlera. Është njeriu më i lartë. Pastaj thot një person tjetër që Allahu i ka dhënë dituri, po nuk i ka dhënë pasuri. Dhe ai thot: "Sikur kisha unë pasuri, do veproja si filani." Ky thot është me një qëllim të vërtet, ky e ka me sinqeritet dhe ky në shpërblim është një lloj. Pra është një pozitë me të parën, edhe pse nuk ka pasuri, nuk i ka dhënë të afërmve pasuri, nuk ka dhënë zekat, nuk i ka dhënë fukarive, ama me njetin që ka është në njetin pozitë. Pastaj një person i tretë të cilit Allahu i ka dhënë pasuri, po nuk i ka dhënë dituri. Dhe ky, për shkak që s'ka dituri fetare, pra ky me çorientohet me pasurinë e tij. E fiton haram, nuk di nga e fiton, nga e merr. E shpenzon pa lidhje, me qefet e kota, jo siç kënaqet Allahu Azza wa Jall dhe siç ka urdhëruar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk i mban lidhjet farefisnore, nuk i interesohet për të afërmit e tij, ka vetë dhe nuk do t'ja di. Pastaj nuk ja din hakun Allahut në pasuri, pra nuk i jep zekatin e pasurisë. Dhe ky është në pozitat më të këqija, pra. Njëri i pasanik, i paditur, nuk ka frikë Allahun Azza wa Jall, pasuria e tij është barr, pra. Është fatkeqësi, vend që të jetë mirësi, është fatkeqësi. Pastaj thot një person, ky personi i katërt, i cili nuk ka as pasuri as dituri. Mirë, po duke parë këtë të fundit, thot po të kem unë si filani do veproj dhe unë ashtu. Pra, kem unë pasuri, do bëj qef, do bëj këtë, do bëj atë, nga gjërat e kota, domthon qefet e kota të saj bote që në fund fare mund të jenë barr. Edhe ky thot është në gjuna njëjtë me këtë tjetrin, për shkak të qëllimit të keq që ka Allahu në rrit. O vëllezër, qëllimi është i rëndësishëm shumë. Kështu që tani secili prej nesh duhet t'i flas vetes tij, çfarë synimesh dhe qëllimesh do t'i veun vetes në Ramazan. T'jem korrekt me fenë Allahut Azza wa Jall. T'jem korrekt me obligimet që na ka caktuar Allahu Azza wa Jall. Të shërbej sa më shumë fesë time me qëllim që të fitoj tek Allahu dhe t'i shërbej sa më shumë njerëzve, qoftë afërmve e të tjerëve me qëllim të ma shpërblej Allahu Azza wa Jall. Që të agjeroj sa më mirë të Ramazan, të lexoj sa më shumë Kur'an në këtë Ramazan, të jap sa më shumë sadekat të jetë e mundshme në këtë Ramazan, të jem i përpik me namazin e teravive në Ramazan, e shumë nga qëllimet e tjera të mira e të bukura që duhet i vejë gjithsecili prej nesh. Porosia e dytë
Al-wasiyatu thania kathratu at-tauba wal istighfar ma qudumi Ramadan. Shtimi i pendimit o vëllezër dhe shtimi i kërkimit të faljes Allahut Azza wa Jall në prag të Ramazanit. Pse është kjo diçka e rëndësishme? Është e rëndësishme o vëllezër sepse gjërat e mëdha, dhuratat e mëdha, bujaria e madhe dhe begatia e madhe që vjen nga Allahu Azza wa Jall nuk i jepet kollaj njeriu që është i mbuluar me gjunahe. Njeriu i cili domthonë është tek e keqja. Pra edhe njeriu që po themi ne nuk kërkon falje. Prandaj vjen shumë e rëndësishme kjo çështje pendimi tek Allahu dhe kërkimi i faljes. Shikoni vëllezër profetin e Allahut Sulejmanin. Profetët e Allahut janë njerëzit më të mirë, janë njerëzit më të lartë. Ama kur ai deshi të kërkojë Zotit vet diçka shumë të madhe, shumë të vlefshme, çfarë bëri Sulejmani? Fillimisht kërkoi falje Zotit. Po Sulejmani, profeti i Allahut, i kërkoi falje Allahut. Sa qala rabbi ighfirli. O Zoti im, më fal mua. O Zoti im, më fal. Pse? Ai do kërkonte diçka tjetër të madhe më pas. Dhe tha wahab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Dhe më dhura pushtet të cilin nuk do ta ketë askush pas meje. Dhe vërtet Allahu Azza wa Jall Sulejmanit e dim, siç e kemi lexuar në Kur'an, se sa shumë pushtet i dha. I nënshtroi erën, i nënshtroi xhindët, i nënshtroi shumë e shumë, domthonë i dha pushtet që kurrë se ka pas ndonjë njeri në tokë edhe s'do ta ketë. Edhe fillimisht çfarë bëri pra? Kërkoi falje Allahut Azza wa Jall. Ose shikoni sa i përket natës Kadrit. Një nga mirësitë më të mëdha në Ramazan dhe gjërat më të çmuara, më të vlefshme është nata e Kadrit dhe mirësitë që ka kjo natë. Që Allah na japi sukses që të arrijmë të natë si ka porositur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kur i thot bashortja e vet Aisha, o i dërguari i Allahut, nëse arrin natën e Kadrit, çfarë të them para natës Kadrit, që të më jepet sukses të arrijë? Thuaj, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti je falës, e don faljen, më fal mua. Do më thonë, po ta kapësh ti po kërkon mirësi nga nata e Kadrit, i bie që thosh, o Zot më jep natën e Kadrit të më jep atë, jo. Thot kërko falje. Pse? Nëse kërkon falje, atëherë ti je bër i gatshëm, ti je bër i pranueshëm tek Allahu Azza wa Jall, që ty të jepen dhuratat e mëdha, që ty të jepen mirësi të shumta. Kështu është edhe me Ramazanin. Se gjithë secili prej nesh, le të hetoj tek vetja e tij. Mos thotë jo se unë s'kam bërë gabim, unë s'kam faj, unë si kam hyrë hak njeriu, siç e kanë këtë domethën parullën e kot shumë njerëz. Jo vëllezër, shumë nga ne janë të mbushur me gabime me faj. Edhe Allah i fal gjithë gabimet, ama ne duhet i pendohemi Allahut. Ti pendohemi me sinqeritet. Edhe të mundohemi të jetojmë gjithë ato mangësitë që kemi. Se fund fare domosht në të mirën tonë. Nuk është gabim që ne të jetojmë mangësitë tona dhe t'i korrigjojmë ato. Edhe të pendohemi tek Allahu Azza wa Jall. Përkundërzi, kjo është gjëja më e bukur. Profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam për treguar këtë realitet thotë, njeriu sa herë që bën një gabim, pikohet tek ai në zemrën e tij një pikë zezë. Pra nuk kalon kështu thjesht çështja që bëre ti gabim edhe jo jam rregull. Pikohet zemra, një pikë zezë. Nëse ai pendohet tek Allahu për atë faj, për atë gabim që bëri, fshihet ajo, pastrohet, zemra mbetet e pastër. Ama nëse kthehet ai pikohen derisa mbase zemra bëhet e zezë, vuloset fare, edhe s'kupton pastaj. Prandaj ti nuk habitesh kur shen njerëz vjen Ramazani ai exagjeron fare. As do t'ja di që ka xhamia apo jo. As e ka uli he kokën në sejdë për Allahut azza wa jall. As e ka marrë mundimin me lexu mesazhin e Allahut Kur'anit. As do t'ja di për njerëzit e vet të afërm, është gjithmonë është i zhytur në këtë botë dhe zemra thotë si ka mundsi. Ky kurr nuk gjon, ky kurr nuk kupton diçka, po nuk kupton se zemra e tij është ka është vulos. Zemra e tij domosht ka një kapak domosht që nuk gjon asgjë, nuk hyn asgjë, është depërton. Sepse feja e Allahut azza wa jall nuk depërton në zemra të cilat janë të pavëmendshme, në zemrat të cilat nuk janë të pastra, që në zemrat që nuk ka asnjë fije dritë ku të hyj aty. Prandaj ka shumë rëndësi ne si besimtar që zemra, sepse në Ramazan vëllezër nuk do hyj me trupat tan, do shkojnë me trupa. Po më e rëndësishme është në Ramazan ti jesh
me zemër dhe shpirtërisht, që ti në Ramazan çdo gjë ta bësh i kënaqur. Prandaj ka nevojë për pendim të madh që zemrat e tona të jenë të pastër. Pastaj dhe Allahu Azza wa Jall kënaqet me robën e tij kur ai pendohet. Pra Allahu Azza wa Jall, jo si njerëzit. Ti po të bësh shumë faje ndaj njerëzve, po i shtove ata vetëm turrejnë. Basta shkon në rrejtë, o Zot na fal deri në vrasje, vrasin fare. Kurse tek Allahu nuk ka kështu besimtar. Nëse ti bën gabime, pendohesh tek Allahu Azza, Allahu gëzohet shumë. Shikojeni atë shembullin që na tregon profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam për atë personin i cili është shkretir me devën e tij edhe me ushqimet që i ka aty. Kur qëndron në një hije peme për të pushuar dhe zën gjumi, zgjohet dhe nuk i gjen devën aty. Ende të kërkon rreth e rrotull, po se gjen. Atëherë i sigurt që se gjen dot më, thot po kthehem tek pema ku isha, të flet dhe të vdes aty të paktën në hije. Ndërkohë që është i shtrirë aty dhe pret vdes, dhe zgjohet për një moment që devën me ushqim edhe me ujë. Pra kjo në mes shkretirës se disi është jetë për së dyti. Nga gëzimi i madh që pati ky njeri thot: "O Zot, ti je robi im, unë jam Zoti yt." Nga gabimi, nga gëzimi i madh gaboj. Allahu, thot profeti Muhammed, gëzohet më shumë kur pendohet robi se ç'gëzohet ky njeri për këtë devën e vet. Pra imagjinoni vëllezër sa shumë e don Zoti. Nuk është problem pse ki bë faje gabimet ti, gjuna. Problemi është rrish, vazhdosh dhe nuk pendohesh. Problemi është mos kthehesh tek Allahu Azza wa Jall, ndërkohë që je në kohë. Problemi është mos thosh o Zot mi fal gabimet, o Zot mi fal fajet, o Allah më pastro. Ma pastro zemrën time, më pastro shpirtin tim. Kjo është problem. Ama nëse e bën këtë, kthehesh, Allahu të don dhe Allahu të ngren lart. Porosi tjetër që është e rëndësishme në këtë muaj është ti lutemi Allahut Azza wa Jall, o vëllezër, an tad'u Allaha wa tatadarra ilayhi bi an yu'inak wa yuwaffiqak fi Ramadan. Të kthehesh tek Allahu me dua të vazhdueshme, përgjërueshme, që Allahu të jap sukses në Ramazan. Nuk është aftësia jonë që ne të arrijmë punë të mira, që të jemi besimtarë të mirë, që të jemi nga njerëzit më të mirë, njerëzit e zgjedhur të Allahut që të meritojnë faljen e Tij, xhenetin e Tij. Nuk është aftësia jonë, është suksesi nga Allahu Azza wa Jall. Prandaj t'ia kërkojmë Allahut. Ne asgjë nga të mirat e kësaj dynjaje që kemi nuk mund ta marrim dot pa ndihmën e Allahut. Qoftë edhe një vllën kuj, qoftë edhe një kafshat bukë, çdo gjë prej mirësive që kemi është prej Allahut. Atëherë si mund të arrijmë ne të afrohemi me Allahun pa ndihmën e Allahut? Ja kërkojmë Allahut që të na ndihmojë. Prandaj është i njohur hadithi i Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, të cilit profeti Muhammed i thot: "O Muadh, unë të dua ty." Pra du se je njëri besimtar i mirë. Prandaj mos haro të thuash në fund të çdo namazi, në fund të çdo falje: "Allahumma inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik." O Allah, më ndihmo të të përmend ty, pra sa më shumë, më ndihmo të të falenderoj ty dhe më ndihmo që të adhuroj ty sa më bukur. Gjitha adhurimet që bën, faljen, agjërimi, leximin e Kuranit, veprat e mira që bën robi, to i ka në saj të suksesit që jep Allahu. Prandaj ta kërkojmë besimtar që në Ramazan na japi Allahu Azza wa Jall sukses. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حدث نفسك بحلاوة اللقاء ولذة الأنس بقدوم Ramadan. Në hyrje të ti, në ardhjen e këtij muaji të bagatë të Ramazanit, gjithë secili prej nesh o vëllezër duhet të nxjisë në veten e tij, në ndjenjat e tij, ardhjen e këtij miku kaq të lartë, kaq të begat, edhe ta pres me madh, me padurim këtë muaj, i cili është me të vërtet i tillë. Imagjinoni, po t'japim një shembull nga çështjet e dynjas se njerëzit shuj kuptojnë më mirë. Kur ai ka lënë një ditë
për shembull mas një javë, mas 2 javësh, aty vjen një mik i shtrenjtë. I vjen një mik i lartë, që ai gjithmonë i është gjendur në vështirësi, ai s'ka kursyer asgjë nga pasuria e tij, e do t'i vi me dhurata plot e me premtime të shumta, domethënë, edhe imagjino ta kesh një mik të tillë. Gjithë është absurditet që thush jo, po unë nuk du t'ja di. Gjithë njerëzit e presin me pa durim, se e di, do fitoj gjërat më dha prej tij. Dhe fundi fare janë çështje të kësaj dynjaje, që janë përkohshme, që ndoshta ai mërzitet pasi ti ka dhënë ato. Ose edhe nëse ti jep ato të mira, kalojnë shpejt. Por Ramazani, besimtar. Ramazan, ne na hapen dyert e qiellit, hapen dyert e xhenetit. Pra o mundësi që ti të hysh në xhenet. Po xhenet është e lehtë, është gjë e pak e xheneti, Zot na fal. Është vend banimi i përjetshëm. Nuk mbaron kurrë më. Kush hyn në xhenet nuk mërzitet. Kush hyn në xhenet nuk smuret. Kush hyn në xhenet nuk plaket. Kush hyn në xhenet nuk vdes. Aty do të jetë për gjithmonë. Dhe çdo ditë që kalon në xhenet, çdo moment që kalon është më mirë se ajo që ka kaluar. Për atë që ka thënë profeti Muhammed, në xhenet ka gjëra që syri si ka parë, veshi si ka dëgjuar dhe si ka shkuar ndonjëherë në ndërmend njeriu. Çfarë mund të ketë aty në xhenet? Si mos kemi mall ne dhe dëshirë të madhe për këtë muaj Ramazan ku mund ta kemi të sigurt hyrjen në xhenet. Mbyllen dyert e xhehenemit. Xhehenemi që është aq i rrezikshëm o vëllezër, është dënimi burgu më i keq. Zoti na fal. Kush domethënë përfundon në xhehenem, gjitha të merret janë aty. Allahu na ruaj. Edhe ti e ke shansin dhe unë dhe gjithë ne të shpëtojmë në këtë muaj nga xhehenemi. Si mos ta presim me padurim të muaj. Në këtë muaj ku pragosen shejtanët o vëllezër. Ku për çdo natë Allahu shpëton njerëz, i shkruan. Shkruajeni këtë te lista e të falurve. Do i kemi fal nga xhehenemi. Ku Allahu për çdo ditë, në çdo iftar ja pranon duan besimtarëve. Si thot profeti Muhammed që agjëruesi ka një lutje që nuk i kthehet mbrapsht. Që në Ramazan është nata e 4, që është më mirë se 1000 muaj. Është shumë nga mirësitë. Atëherë pse mos ta presim këtë ne me dëshirë të madhe, me mall të madh. Elusim Allahun Azza wa Jall që në këto ditë që i paraprin Ramazanit të mundohemi dhe të përpiqemi që të arrijmë në Ramazan me zemrat tona, me shpirtat tanë të gatshëm për të fituar ato begati dhe mirësi që Allahu Azza wa Jall i zbret në këtë muaj.